Nëse dënë me po që një njerit vërtet Zoti po ja dej ka të mirën. A di çka tha? Këshire ky njeri, apo mirët me të metat e veta, apo po mirët me të metat e të tjerëve. Nëse është që mirët veç me të metat e veta, Allahum fol, mirët me të metat e veta, atëherë tha Imam Shafiu, ky është për njerëzve që Allahu ja dën hajrin që ti. A nëse njoni, natë ditë, sabah akşam, 24/7, mirët veç me të metat e të tjerëve. Fjala Imam Shafiu thotë që këti Allahu nuk ja dën të mirën. Prandaj mos u shqetëso, mos u trishtë kur ta shef kësaj njerëzit se Allahu konkluza për atë njeri është se Allahu nuk ja dën atij të mirën. Lutemi Allahut na ban për aty që na dën të mirën. Sa mirë me të metat e të tjerëve, të mirë me të metat e tona, se na kena me dhonë përgjegjësi për veten tonë. Unë s'kam me dhoni herë mu pyet, Allah mu pyet çka thotë pse filani boni keq. Unë mas pari kam mu pyet për veten time. Mirë me veten time mas pari. Prandaj disa të parë të tonë kur kanë thonë, pse më radhuti s'po flet kur për kërkan s'po përgojën, ka thonë hala se kam po veten unë rahat. Unë hala veten se kam po rahat, i ditë metat e mia, për këtë s'kam kohë shumë mirë me tjerë. Ta dini pasat, sa dini kompletuar. Don me lënë ty rahat, që më si po lodhesh në dunjë merresh shpërblimin mbi në ahiret. Don me të lënë ty rahat, po don me ala edhe nderin, fytyrën, edhe shokit tan, edhe vllavit tan, edhe muslimonit tjetër, që më ka një shoqëri e rahatshme, e mos më ndodh për shkak të përgojimit në vrasje, e për shkak të përgojimit në mbytje e në prishje, sa dini pasat. Lutmi Allahun azza wa jalla na ban për aty që në këtë din të kompletuar ne të vdesmi. Lutmi Allahun azza wa jalla që asnjë ndi gjykimit mos na merr sen prej sevapëve që e kemi marr, mos na merr për shkak të përgojimeve tona. Lutmi Allahun azza wa jalla, Allah të na falë, na mëshiron.